Përshëndetje gjithëve. Atëherë se vini në kanalin Astro Tarot, sot do flasim në lidhje me javën, me fundjavën, se si do jetë kjo fundjavë për të gjithë ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e javës, por dhe videot e muajit maj, sepse aty shtrihet i gjithë muaji. Dhe shohim energjinë që do na vi. Dhe kemi energjitë shenjave të është shenja e Shigjettarit, shenja e Peshores, shenja e Demit, shenja të ajrit dhe shenja të ujit. Atëherë, shoh fillimet e reja. Në lidhje me të gjithë ju, është një fundjavë që do t'ju sjellë fillimet e reja. Mund të jetë fillimi një dashurie të re, fillimi një shtatzanie. Në rastin tjetër, mund të jetë një punë e re ose një projekt, një bashkëpunim që do bëni gjatë kësaj fundjave, por që do marrë zhvillime shumë të mira. Duhet keni kujdes, mos tregojeni të nxituar në lidhje me fjalët që do thoni, ose ju do tregojeni pak të vrullshëm për t'i bërë këto fillime të reja. Thjesht duhet të frenoni ato impulset tuaja për të qenë më të qetë në lidhje me këto fillime. Gjithsesi, në lidhje me pjesën e beqarëve, shoh që mund të jetë një fillim i ri në dashuri, një njohje re ose një lidhje re. Ju do jeni shumë të emocionuar, por thjesht mos u nxitoni në lidhje me një person që dëshironi të futeni në një njohje. Ndërsa në lidhje me punën, për gjithë ata që do fillojnë projekte, bashkëpunime të reja, që do marrin një zhvillim shumë të mirë, ju do harrini të çliroheni nga ana emocionale, do ndiheni më të qetë. Dhe shohim çfarë na sjell Perandoresha. Dhe kemi energjitë të shenjave të zjarit, por dhe të tokës. Ju do jeni dëshironi të bëni një fillim të ri me shumë pasion, dhe kjo mund të jetë një njohje re që ju do t'ju fusi në dilema, ose ju mund të jeni dhe midis dy personave për një pjesë tjetër, ndërsa për disa të tjerë mund të jeni midis personit edhe nuk e di, diçka ju vë në dilema me këtë person. Mund të jeni edhe në distanca dhe kjo gjë ju fut pak në dilema, ndërsa për një pjesë tjetër në lidhje me marrëdhëniet, ju shoh që ju do mendoni për t'i çuar marrëdhëniet para, do keni pasion në marrëdhëniet tuaja, por ndodh që ju do ndiheni, dëshironi të vendosni ekuilibra në marrëdhënie. Dhe këtu kemi energjitë shenjave të tokës, por gjithsesi shoh kontrata të reja. Ndoshta ju në lidhje me një kontratë ose me këto fillime që do bëni, ju do ndiheni në dilema. E para do jeni shumë të nxituar, duhet thjesht të keni kujdes, sepse shoh që do futeni me shumë vrull në këto fillime që do bëni. Dhe e dyta, mbas këtij fillimi që do bëni ju, do jeni në dilema ose ju do harrini të vendosni një lloj ekuilibri për një pjesë tjetër. Kjo ka lidhje me kontrata të ndryshme, mund të jetë kontratë shtëpie, kontrata pune, në partneritete, në bashkëpunime të ndryshme, shenjat e zjarit sepse do jenë shumë të favorizuar gjatë kësaj hëne. Gjithsesi, ju shoh që ju do harrini të ekuilibroni gjërat. Por këtë mund ta merrni dhe në situata të ndryshme. Dhe vazhdojmë këtu me shenjat e ajrit, por që përfshihen dhe të gjitha shenjat e tjera, se çfarë do na sjelli ky nxitim që ju keni. Ju do nxitoni për të realizuar diçka. Në lidhje me një pjesë prej jush, ju dëshironi të realizoni një takim me një person, ose ju dëshironi të realizoni një stabilitet emocional për pjesën tjetër. Për disa të tjerë ju dëshironi një lloj pavarësie emocionale, por dhe ekonomike. Dhe këtu kemi shenjën e ujorit dhe kemi dhe shenjat e tokës. Kryesisht është më tepër shenja e Virgjëreshës. Në lidhje me njohjet e reja, dëshironi një takim dhe dëshironi ta realizoni këtë për të arritur për të stabilizuar anën tuaj emocionale. Por do t'rregojeni, pak të vrullshëm. Në lidhje me këtë takim, do nxitoheni për ta bërë këtë takim.
Ndërsa për një pjesë tjetër do arrini të stabilizoni marrëdhëniet tuaja dhe ju do ndjeni më të realizuar, por ju do mendoni ta bëni në mënyrë të shpejtë këtë, po çdo gjë do kohën e vet, kështu që ju e mira është që të dilni pak nga ky nxitimi i tepruar që keni. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të jetë që ju dëshironi të hyni në diskutime, diskutimet mund të jenë pak të nxehta në lidhje me disa para ose në lidhje me që dëshironi të merrni dhe shoh një realizim. Ju do t'ju realizohet kjo. Do harrini të stabilizoni anën tuaj ekonomike, por do merrni disa para, por ju shoh që do jeni edhe në një pozicion të qëndrueshëm në lidhje me gjithçka, në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por edhe nga ana ekonomike. Dhe shohim në lidhje me shenjat e ujit, të energjitë shenjave të ujit, çfarë na sjellin këto? Kemi kartën e vendimit, energji toke, energji ajri dhe kemi kemi energji të shenjave të tokës. Shoh që nuk e di, ju merrni një vendim, jeni të menduar rreth emocioneve tuaja, ju duhet të merrni një vendim, sepse shoh disave prej jush ju mungon një dashuri, një person. Një pjesë tjetër mund t'ju mungojë ana ekonomike, disa të tjerë mund të ndjeni pak të lodhur fizikisht, ose duhet keni kujdes dhe me shëndetin tuaj. Dhe këtu flasim, pavarësisht se dalin këto energji më fuqishëm, këtu flasim edhe në lidhje me shenjat e tjera. Gjithsesi, për pjesën e personave që janë në një njohje që kanë emocione, mund të kenë një distancim, një ftojë emocionale ose diçka tjetër, por dhe në marrëdhëniet tuaja, dhe ju mungon dashuria e këtij personi, shoh që ju do merrni një vendim gjatë kësaj periudhe. Ju dëshironi të dilni nga këto situata mungesash, dhe tham mungesa e dashurie, mungesa e parave, ose për një pjesë tjetër në lidhje me probleme shëndetësore që mund të keni, por edhe me një lodhje të madhe fizike. Ju shoh me vendime të rëndësishme, por kjo ka lidhje edhe në lidhje me punën tuaj. Ju ndoshta ju mungon një punë ose dëshironi një projekt edhe nuk arrini ta realizoni këtë gjë dhe sikur ju mungon kjo gjë për ta bërë. Gjithsesi, shoh që ju do merrni vendime të rëndësishme. Dhe vazhdojmë përfundimi për gjitha këto situata që ju mund të keni. Si do përfundojnë këto situata gjatë kësaj fundjave në lidhje me fillimet që do marrin zhvillime të mira, me realizime, por dhe me vendime të rëndësishme. Dhe kemi energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të ujit. Atëherë zjar, tokë, ujë. Dhe ju shoh që ju do jeni, nuk e di, shenjat e zjarit, por një pjesë prej jush mund të ndjeni pak të bllokuar, sikur ju nuk arrini të bëni gjërat që dëshironi, edhe pse ju shoh me shumë pasion. Diçka sikur ju ka lidhur këmbët. Ju dëshironi, mund të jetë një person te vendi punës që ju pëlqen, ju admiron dhe ju sikur nuk hidhni hapa drejt këtij personi, edhe pse ju shoh që keni emocione. Për një pjesë tjetër, ju dëshironi të bashkëpunoni në marrëdhëniet tuaja, por diçka sikur ju ka bllokuar dhe nuk ju lejon që ta bëni këtë gjë, që të jeni më bashkëpunues me partnerin, me partneren tuaj. Dhe shoh që kjo ka lidhje shumë nga ana emocionale, aty diçka ju pengon. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me një bashkëpunim te vendi punës, me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme që do keni, edhe pse shoh që rezultatet e para do jenë jo shumë të kënaqshme, gjithsesi ju do harrini të merrni lajme të mira në lidhje me partneritete, bashkëpunime ose me karrierën tuaj. Ndërsa për gjithë ata që kanë probleme me shëndetin ekonomike, dhe aty shoh që nuk e di, por do merrni një shumë të vogël parash, ndoshta dikush ju mbështet, sepse ndiheni pak si të bllokuar dhe në lidhje me shëndetin, por shoh lajme të mira. Këtë mund ta merrni edhe në lidhje me fëmijët tuaj ose me situata në shtëpinë tuaj ose në familjen tuaj. Dhe shoh një realizim, sepse kemi kartën e yllit. Dhe kemi asin e shkopinjve. Ju do harrini të realizoni këto fillime të reja që do bëni.
sepse shoh janë fillime me shumë pasion dhe ky lexim filloi me këto fillime të reja dhe po mbaron përsëri me një fillim të ri. Por të realizuar këtu. Shoh që keni shumë pasion në lidhje me një dashuri, dëshironi të futeni në një njohje dhe do ta bëni me shumë pasion këtë gjë dhe ju do arrini ta realizoni këtë. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me një punë të re, me një projekt ose bashkëpunim që do bëni gjatë kësaj periudhe ku ju do arrini ta realizoni. Ose për pjesën e personave që kanë probleme me shëndetin, unë shoh që ju do filloni diçka, ndoshta një check-up ose diçka tjetër, por e shoh që do marrë zhvillime shumë të mira dhe ju do arrini të realizoni gjërat. Në lidhje me një pjesë tjetër, kjo ka lidhje me studime të ndryshme që keni, mund të bëni një trajnim, një kurs ose diçka tjetër, për një pjesë tjetër ka lidhje me pjesën e dokumentave ku ju do të realizoni këtë fillim të ri. Gjithsesi, çfarëdo që të keni në jetën tuaj, çfarëdo situate të ndodheni dhe nëse ju e dëgjoni këtë lexim, unë shoh një realizim. Ju mendoni atë që doni të realizoni dhe unë shoh këtu që do realizohet. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim çfarë ju thon angjëjt, çfarë mesazh ju japi. Dhe kemi pesën e shpatave të ajrit, energjia ajri. Dhe ju thot, ju mund të bëni një zgjedhje, ju thot. Mësoni sa të mundeni nga situata të vështira që ju keni kaluar dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe pranoni që të vinë ndryshime drejt jush, thot. Për të realizuar gjërat që ju vërtet dëshironi. Atëhere, kjo ka lidhje, si në lidhje me dashurin, që ju të bëni një zgjedhje dhe të mësoni nga situatat vështira që ju keni kaluar. Në rastin tjetër, në lidhje me marrëdhëniet tuaja, ose në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, ndërsa në një rast tjetër me punën, partneritete, bashkëpunime të ndryshme, thjesht pranoni ndryshimin dhe lëvizni. Por edhe në lidhje me dokumenta të ndryshme, por edhe me anën shëndetësore. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.